Për sekretarin e jashtëm britanik William Hague, ndasit mes Iranit dhe 6 fuqive të mëdha të mbledhura në Gjenev për të diskutuar programin e tij bërthamor, edhe pse më të tkurrura se më parë, ende nuk janë zhdukur krejtësisht. Shefi diplomacisë britanike kërkoi një marrëveshje të plotë kur mbriti në sallën e negociatave për krah homologëve të Shteteve të Bashkuara, Rusisë, Francës, Kinës dhe Gjermanisë. Ministrat shpresojnë ta bindin Republikën Islamike të ndalojë pasurimin e uraniumit në këmbim të zbutjes së sanksioneve ndërkombëtare. Zonat e vështirësisë janë pa ato të 2 javë më parë, edhe pse janë sheshuar disi, mosmarrëveshje ka akoma, por ka dhe shumë pika pajtimi. Kohët e fundit është bërë përparim dhe situata e negociatave sot është shumë më e ndryshme nga sa ishte disa muaj më parë. Ardhja e ministrave të jashtëm në vendin ku po zhvillohen bisedimet i ka ripërtërir disi shpresat për një marrëveshje në konfliktin disa vjeçar rreth ambicjeve bërthamore të Teheranit. Një diplomat i lartë i Bashkimit Evropian tha se krerët e diplomacisë do të udhtonin drejt Zvicrës vetëm nëse do të kishte një tekst marrëveshjeje të gatshëm për nënshkrim. Megjithatë, edhe 2 javë më parë ministrat e jashtëm nxituan për në Gjenev, por kthesa e shumë pritur nuk u arrit dhe ata u detyruan të largohen prej andej pa asnjë rezultat. Ndërkohë ministri i jashtëm i Iranit, Mohammad Javad Zarif, citohet të ketë thënë se kthesa është më pranë. Edhe kryenegociatori iranian Abbas Araghchi foli për përparime, por u tregua i rezervuar. Jemi afruar paktit, por me gjithë progresin e arritur ka ende shumë çështje që mbeten të hapura, deklaroi Araghchi. Ai nuk i konfirmoi, por as i përgënjeshtroi informacionet në shtypin iranian, sipas të cilave grupi 5+1 ka pranuar të drejtën e kërkuar nga Irani për pasurimin e uraniumit në vend.